Përfaqësuesit e 20 fshatrave të Tropojës dhe Hasit janë ngritur në protestë për gjendjen e miruar të rrugës rreth 20 kilometra Kam-Qafprush. Kjo rrugë fshatrat i lidh me Hasin përmes rrugës Krum-Kukës dhe Gjakovën përmes pikës së kalimit kufitar Qafprush. Sipas banorëve, rruga është ndërtuar që në kohën e Italisë në vitin 1938 për shfrytëzimin e burimeve minerale të zonës. Këtë rrugë as ka më dorë kush në ta, qysh se Italia fashiste që i thënshin atëherë. S'ka këshyrë kush në ta. Ti ke parë rrullin e parë që kanë bua? Unë e kom parë rrugën e parë, mas pari kur në fillu që kjo rrugë që në hapsh. Qafprush me rull të madhë, rulli ish i madhë, 4 metra gjanë, si shkoj ke, ty e rrafshua. Aty e mas kush nuk ka punuar në ta, kur... Të lodhur nga premtimet e shumta të bëra ndër vite nga qeveritë me pankarta në duar, ata përshkallëzuan revoltin e tyre duke bllokuar për 30 minuta hyrjen për në pikën e kalimit kufitar Shqipëri-Kosovë, disa metra larg doganës së Qafprushit në Has, duke paralajmëruar se nuk do të dalin në votimet e 11 majit nëse qeveria nuk i merr në konsiderat kërkesën e vetme të tyre për ndërtimin e rrugës të premtuar që në vitin 2017 nga Mimi Kodheli që kandidonte për deputete për qarkun e Kukësit. Jem mbledh sot për të protestuar për rrugën tonë, e cila ka qenë në vitin 1944 që nuk është vundor në ta. Besojmë se kanë kaluar tona premtime, tona gënjeshtrat e gjitha partive, nuk e kemi partijake, e kemi jetike. Nuk po kërkojmë luks, po kërkojmë rrugë. Ne kena dalë për drejtat tona, nuk kem punë me partit. Që 34 vjetë rrugë nacionale nuk ka rrugë, kjo nuk shuhet. Ne jena të marruam, ne nuk do të shkojmë ma, do të bojkotojmë zgjedhjet në boshin sa do pëlloj. Sa kilometra është kjo rrugë? Kjo kilometra bëhet 19 kilometra. 20 herë kanë matë me boj në përgore në përsan, na kemi dhe probleme tjera, po sot kena dalë për rrugë. Sa fshatra lidh? Jena diku 10 fshatra në qaftë lushë se kënej banë që qarkullojnë qëtë rrugë. Kërkesa tona nuk janë sëshme, pa janë që në vitin 92 që ka ardhë në pushtet Partia Demokratike e para. Qysh në 92-shin kem kërkes për rrugën që lidhë Qafprush Kam. Kjo ndërtuar në kohën e Italisë me pushtimin e Italisë që ka pushtuar Shqipërinë, edhe deri sot nuk është vendosur dorë në ta. Prandaj kërkesa tona janë që t'i bëjmë thirrje qeverisë. Edi Rams, kryeministit tonë që thot ne do shkojmë bashkimin evropian, familjen evropiane, na ai het vini, het shojnë familje shqiptare që kem njel një komunitet i pa përkrahje, i pa investim, kush nuk e ka vendos një gozhd që 33 vjet në Qafprush deri në Kam. Prandaj ne jem të lodhun, u shkatruam edhe si familje, me na shkatrua dhe shteti. Na kemet sikur të ishim në një provincë e Indis, sikur mos të bëjmë pjesë në territorin e Republikës Shqipërisë. 500 automjetë vogla dhe kamiona që paguajnë taksat këtij shteti dhe prapë ne jemi njerëz që s'na përfill askush. Unë protestojmë sot për rrugë, me na shtru rrugën, na kanë rënë, na kanë gënjur tanë marr. Deri sot veç mashtrime, vinë për vota, na hin qaf, mole vota. Tetër rajnë, nuk na shtrojnë rrugën, na jemi dëshpëruar. Tash janë zgjidhë çfarë do bëjmë? Tash janë zgjidhë, tash na këtë zgjidhet asnjë s'do më don zgjidhje, ndërsa na shtrojnë rrugën. Rruga i u shërben 2000 banorëve të 15 fshatrave të Tropojës dhe 5 fshatrave të Hasit dhe është në gjendje të e amortizuar me gropa të shumta në të gjithë gjatësinë e saj.